Përshëndetje të gjithëve. Korea ka shpikur një kompjuter që tregon vdekjen e njeriut. Pra, pasi bën llogaritjet, të tregon se kur do vdesësh. Nuk është një fantazi, është një lajm i vërtet dhe është mirë që të jeni të informuar sepse nga këtu kuptoni se si do të merimetojmë rrugëtimin ton për të jetuar sa më mirë dhe sa më gjatë. Kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. E kisha lexuar këtë para disa kohësh, sepse ka dalë në vitin 2021 kompjuteri, në 2020 u testua, por në vitin 2021 doli haptazi dhe kisha harruar, them të vërtetën, dhe rastësisht pash një post dhe doja që ta diskutonim së bashku. Atëherë, çfarë është ky kompjuter? Nëse keni vënë re, tani kanë dalë disa ora që vendosin në duar dhe me anë të asaj ore ti shikon rrahjet e zemrës, shikon parametrat në përgjithësi, bile ka nga ato që shikojnë gliceminë e tjerë. Pra ka disa kontroll që bën dhe jashtë dorës, me fjalë jashtë trupit, por të prekura nga lëkura, nga trupi. Pse kjo? Sepse parametrat i merr në bazë të rrahjeve të zemrës, në bazë të energjisë trupore e tjerë. Dhe merreni me mend tani një kompjuter shumë kompleks, jo një kompjuter i thjesht, që bën llogaritje. Pra llogaritjet që merr nga të dhënat e trupit tënd. Ti nëse ke bërë analiza për shembull, ja dërgon analizat këtij kompjuterit dhe shikon se si të gjitha varet çfarë analizash ke bërë. Dhe shikon të gjitha parametrat një nga një dhe ti tregon. Mirë po, kompjuteri ka dhe një sistem, sepse thash është tepër kompleks. Përveç se nëse ti nuk e analiza, ka disa si quhen ato që vendosen në trup, ato tip elektrodash, që vendosen në gjithë trupin. Ato duke u vendosur për shembull në kokë, në gjoks, tek zemra apo gjithandej, të gjitha këto japin sinjale në kompjuter. Dhe kompjuteri fillon dhe i përpunon. Duhet të dini që brenda trupit ton ka një larmi pafund të informacioneve dhe është vështirë shpeshherë. Dikush thotë që është vështirë, por ky lloj kompjuteri mjafton që të jepni dhe pak gjak, pra një analizat, kur bëni analizë, por i merr kompjuteri, dhe të gjitha së bashku analizat, pra gëlbaza, kjo gjaku, rrahjet e zemrës, të gjitha i merr dhe i përpunon. Dhe çfarë bën? Në momenti që i përpunon, tregon, sepse nuk e ka, edhe sikur të mos ja thuash moshën, nuk e ka problem për moshën, por bën llogaritjet e problemeve që mund të ketë një trup, sepse që të gjithë trupat kanë problem. Dhe në fund pastaj do të them se kush është problemi kryesor. Dhe duke përpunuar të gjitha këto të dhëna, të jep një sintezë të gjithës të shëndetit tënd, duke filluar, siç u thash, nga nëse ke kolesterol, nëse ke hepatit apo çfarë do lloj problemi. Dhe në sintezë të thotë se ti nëse nuk do të veprosh, ti do vdesësh brenda këtij viti, pra një datë prafërsisht. Dhe ç'është e vërteta, për shembull, në vitin 2022, ishte sepse brenda një kohe shumë të shkurtër, ky lloj kompjuteri bëri xhiron e botës. Merrem në mend që testet, ata që nuk mundeshin që të shkonin atje, bën disa teste thuhet dhe testet e dërguara ishin 200.000, mos gaboj, diçka e tillë, brenda një kohe shumë të shkurtër dhe pothuajse gaboi shumë pak kompjuteri. Bile një zotëri që kishte bërë një test me këtë kompjuterin, i dilte gjithmonë me vdekje. I dilte një vdekje në një periudhë të shkurtër, mos gaboj 2 vjeçare, 3 vjeçare. Dhe ky thoshte publikisht që dua një ndihmë nga ju. Mirë po, kompjuteri mund ta thot vetë, sepse është një kompjuter inteligjent me inteligjencë artificiale që të tregon edhe çfarë mund të bësh ti me fjalë për ta përballuar këtë, sepse e para njëherë që ai të informon. Kështu që dikush thotë që është gabim, disa të tjerë thonë që ti mund të parandalosh gjithë shumë sëmundje. Për mendimin tuaj, çfarë është gabim apo jo? Që ti të dish se si
Se nuk është problemi këtu që ti di ditën e vdekjes, sepse nuk është profet, por është diçka, një makineri që bën llogaritjet e shëndetit tënd dhe thot se kur nuk do të jetosh më. Pra, është një parandalim që bën, nëse ti e teston atë. Pra ti nëse bën testin, është një parandalim, sepse ti shikon se çfarë problemi mund të kesh dhe mund ta përballosh sepse mund ta korrigjosh. Pra, për mendimin tim, megjithatë unë do të dëshiroja juve çfarë mendimi keni. Pra ju do të dëshironi që ta dinit, të futeshit në këtë kompjuter dhe të bëni testin për të ditur se çfarë mund të korrigjoni nga shëndeti tuaj. Pres. Dhe po thosha, në momenti që bëri këto testet ky zotëria, që i dilte gjithmonë blu, sepse ashtu del, me një fytyrë, le të themi që o zot, çfarë ndodh, dhe me ato emogjit, nëse e keni parasysh, dhe si përfundim ky u kërkonte të tjerëve. Mirë po, një mjek i tha se çfarë duhet të bënte. Dhe si përfundim, ky zotëria, sipas asaj që lexova, një artikulli, u shtrua në spital pikërisht pas 2 viteve, sepse kishte probleme. Dhe nuk e di nëse mbijetoi ose jo, por u shtrua në spital. Dhe ky është një lajm i fortë, me një fjalë, kush ka dëshirë që të kontrollojë parametrat e shëndetit, ky është një lajm i mirë, sepse në këtë formë ti i parandalon sëmundjet ose korrigjon shëndetin tënd. Dhe do t'ju them tani se kush është problemi kryesor i njeriut. A e dini që problemi kryesor i njeriut është ushqimi, asgjë tjetër. E di që dikush nga ju tani do filloj do thot, çfarë po na thua? Çfarë është ky vllallëk? Po, ushqimi është problemi kryesor, sepse tregohet që njeriu vjen një moment, bën zhvillimin e tij dhe nuk ha më. Dhe nga momenti që nuk ha më, vetëm konsumon lëngje etj, pra parametra kur njerëzimi është i zhvilluar dhe ke aparaturat të sofistikuara, dhe mund të jetosh pra deri në 800 apo 1000 vite. E di që për dikët to duken fantazi, por kjo është ideja e disa studiuesve që thonë që dikur njeriu jetonte gjatë, jetonte vërtet 800, 900 ose 1000 vjet. Sepse nuk konsumonte. Çfarë ndodh me konsumin? Njeriu duke ngrënë bllokohen qelizat. Qeliza është një si një lloj baterie, hyn oksigjeni dhe kthehet në dioksid karboni, pra energjia. Dhe në këtë moment është ajo lëvizja cinetike që ATP-ja që krijon animus ose energjinë e njeriut, pra të lëvizshmet. Dhe ti, duke patur motorin që është, sepse nuk dihet motori është shpirti njeriut që e bën të jetojë, sepse trupi ynë nuk do të jetonte pa shpirt. Nëse ne nuk do të kishim shpirtin ose energjinë, ne nuk mund të jetojmë. Dhe energjia, siç ju thash, kalon nëpërmjet qelizave. Mirë po qelizat, pra se kemi miliarda qeliza. Qelizat me kalimin e kohës bllokohen nga ushqimi, pra nga yndyrnat, nga çdo gjë që ne ham. Sepse duke ngrënë dal nga dal, i bllokon dhe nuk kalon më energjia. Dhe kjo krijon probleme të rënda shëndetësore. Dhe nga ky moment, njeriu me kalimin e kohës vdes para kohe. Pra, duke filluar nga këtu, nëse njeriu do të hajë më pak ose nuk do të hajë fare me kalimin e kohës, do të ndryshojë gjithë sistemi i tij, do të ndryshojë ADN-ja, ndryshon çdo gjë. Dhe si përfundim, ai jeton më gjatë. Pra, ky është në sintezë problemi që pse njeriu nuk ka probleme, siç thash, me më bllokoi tjetri me makinë mbrapa, shpresoj që ta ketë parë, që ka probleme me ushqimin. Dhe doja t'ju pyesja juve, ju do ta bënit një test të tillë, pra të shikonit se kur nuk do jeni më në këtë jetë, nuk më vjen tani fjala e keqe ta them, por sipas jush, do ta bënit. Është mirë që një test i tillë, sepse ne pse shkojmë tek doktori, për shembull, ju pse shkoni tek doktori? Mos shkoni. Pra, doktori është ai i pari, gjëja më thjesht, më shpejt. Por ky lloj kompjuteri është maksimumi, sepse kompjuteri të thot çdo gjë dhe e kontrollon në mënyrë me inteligjencë artificiale dhe nuk gabon. Sinqerisht është me ato që kam lexuar unë, thuhet që është vërtet deri në 99% i sakt. Megjithatë, unë nuk e kam bërë testin, nëse do më pyesni mua, nuk e kam bërë testin, por doja
t'ja u tregoja sepse më erdhi në mend që ta bëj edhe unë testin. Do ta bëj. Kështu që pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni? Ju përshëndes, kalofshi një ditë të bukur dhe ju dua fort qipe. Faleminderit që jemi për bashkë, faleminderit për gjitha këto komente. Pres komentet tuaja. Ditë të mbar. Tani do shikojmë këtë që më bllokoi pas me makinën. Ti them ta lëvizë, na duhet ikim. Ditë të mbar.